Sa prej jush keni qarë në heshtje për një ëndër që nuk ju realizua? Sa prej jush keni menduar, pse më ndodhi mua kjo? Çfarë kam bërë unë gabim? Pse më mbyllen dyert mua? Dhe ndoshta tani që po më dëgjon, ndonjë nga ju do ketë zemër të thyer apo të vrarë shpirtërisht se nuk po ju ecën në jetë. Jeni të mërzitur ndoshta se një plan nuk ju funksionoi, apo një dashuri që e donit me shpirt u largua, apo një mundësi që juve ju dha dhe nuk e shfrytëzove dhe ti je i mërzitur pse e lasht më ikte nga duart. Por, jo çdo derë e mbyllur është refuzim. Disa janë për mbrojtjen tënde. Disa janë për të ridrejtuar ty aty ku ti përket vërtet. Jo çdo humbje është humbje. Populli unë thot, e keqja e ka një të mirë. Kur ti e brenda stuhis, nuk e sheh asnjëherë horizontin. Por, kur kalon koha, ti kupton që ajo që ty më parë të lëndonte, tani të ka forcuar. Mendo për një farë të vogël. Ajo futet në tokë, në errësirë, në lagështi. Nga jashtë duket sikur ajo po varroset. Por në të vërtetë, ajo po përgatitet që të rritet dhe një ditë të lullëzoj. Ndoshta edhe ti, tani mund t'jesh futur në errësirë nga dështimi që ke kalu. Por, mendoje veten në atë errësirë, sikur ti je i mbjellë, dhe kur të vi koha, ti do lullëzosh.